edhe njerë se më shkëput para 1-2 minuteve. Sot marrëm një lajmë shumë të pikëllueshëm që miku jon Ishtajn, për ata që janë miqtë e mi gjithashtu, dhe poeti i dashur Gregor Jovani është ndarë nga jeta në mënyrë kaq të pafasishme, kaq të papritur. E kjo është një keqardhje pafund. Kur humb njerëz që i ke njohur ose njerëz të dashur, njerëz të shtrenjtë, ti kupton se kjo është një jetë ëndër, kalimtare, edhe çdo gjë që bëjmë në këtë botë është një sprov, asnjë tjetër. Thjesht si e menaxhojmë ne rrethanat e caktuara, kryesisht marrëdhëniet me njerëzit e tuaj të afërt, me të dashurit e zemrësade, me shokë miq. Unë flas kështu se nga e ndjej që pa afronë dhe fundin nuk është nëj katastrofë, nuk humbë bota asgjë, është thjesht jemi një tren, jemi një pemë që binë gjethet, do binë gjethet, do dalin gjethet të ri. Aq është. Por shikon, çfarë pati vlerë në këtë botë. Dhe në këtë botë nuk ka vlerë më shumë se sa të shkosh mirë me njerëzit e tuaj të afërt, me gjakun tënd, kryesisht me familjen tënde. Edhe në qoftë se ti arrin edhe bash, për shembull, Elon Musk, apo Sali Berisha, fjalaja, apo Alexander the Great, ku di Aleksandri i Madh, ti je prap njeri edhe duhet kur të mos vitur, po ti je krenar, e të kesh kënaqësi me ne, me njerëzit e tuaj më të afërt dhe në qoftë se ata nuk janë në rangun e shoqërisë ti që ti sjell. Ajo është trungu jot, është qaku jot. Edhe unë këtë momente për shembull mendoj që ja po vjen të fundi. Para 10 vjetëve për shembull, unë kisha një shtëpi atje në Maryland, dhe ne jemi shumë familje e madhe këtu me vëllezër, motra, burra motrash, nusë vëllezërish. Ato tashti kanë fëmijët e tyre që janë martu, kanë burrat e gocëve, nusët e çunëve, edhe ata kanë kalamajt e vet. Pra janë shtridegët, është sqat pema, është hap lumi, edhe unë nuk mundem të pranoj, se ishim mësuar që gjithmonë mlidheshim, zakonisht kryesisht, çdo diel kur unë kisha një shtëpi atje në Maryland. Ngaherë dëzëroja unë se njerëzit unë të shtaten në weekend, edhe vinin me qefe pa qef, mlidheshim të gjithë, edhe s'kishte kënaqësi më të madhe. Mi po më mendoj tashti, pse kënaqesha? Pse më jep të kjo një kënaqësi që s'di ta shpjegoj? Unë as rria me dha. Unë për shembull do vija, ato mlidheshin të shtëpia ime, ca gatunin, ca loznin, ca qeshtin, ca bonin muhabet. Unë do vija në Washington DC, të merja vllajën ganin që nuk jep makinës, do ta shkoja prap. Kur vija silli aty, do të shkoja vrap me Kletin, me djalin tim, të shkon të sanektej me problemet e veta. Edhe ike prap me vrap, të shkoja, jo të bleje një akull, jo naj birë, naj gjarë, rria shumë pak, edhe do bje ganin prap mrapsh, ikte dita. Mi vonë kënaqesha jashtëzakonisht. Jo se rria, i shifja, por që i shifja i gjithë bashk, s'kishe gjë më të bukur, s'kishe gjë më të mirë. Edhe them që çfarëdo që të arrini në botë, kudo që të shkoni, në qoftë se keni ndonjëherë, jo miqt e mi që më dëgjoni mu, që të keni ndonjë, kështu si thonë, divergjencë, thonë kështu mosmarrveshje me njerëz të afërt familjes, munoni të janë shkaloni ato, se do iki jeta shumë shpejt dhe janë pjesë e trunkut
adoptat, janë pa zëvendësueshëm, se miku në shokun të e sjell, por njeriu në familjes nuk e sjell. Aja është pjesa jote. Ne këto jemi. Diku me ca tmeta, diku me ca gabime, po jemi njerëz. Jemi tanët. Edhe unë mendoj, tash në këto vitet e fundit të jetës ime dhe kur shoh që po ikin shokët e mi, ditë për ditë dal nga dalë, siç iku Gregori sot. Edhe unë e shoh vetëm që janë në të drejtim ikje. Them që s'ka gjë, asgjë të rëndësishme, asgjë më të rëndësishme në botë se sa familja. Edhe familja kryesisht, vëllezërit dhe motrat, prishën me njëri tjetrin nga je për qëra koti që se dim se në prish. Vin, e ngrenë krye se është ai djalli mrena. Sa keq prishje që ke pas vite që kur vetëm e vetëm që të përçahen duhet i harroni këto vëllezër e motra, nuk ka gjë më të mirë se sa të shkosh mirë me familjen, se sa të jesh bashkë me njerëzit e tua, edhe me shokët, edhe me miqt. Kryesorja që i ndan njerëzit është lakmia, kryesisht në farefisë, kryesisht në familje. Lakmia, për çfarë është lakmia? Për të pasi që më shumë, ose dhe ka pas frikë se mos a ka tjetër me hile, ose që do të humbi diçka që ti mund të përfitosh. Këta janë çekërimet e vogla që duhet çdo njeri të mos i përfill. Edhe nuk ka gjë më të bukur se sa të kesh harmoninë. Harmoninë e kemi ne në dorë, nuk e ka tjetri, e ke ti gjithmonë. Nuk e ka as vllai, as motra, as shaj, as tezi, as hall, as daja, nuk e kanë atë në dorë. Ne kujtojmë që e kanë atë në dorë që që të bëj unë i bëj gjithë mirë, dhe jo, ke ti në dorë. Ti, lesha bej, ti mos u mërzit kur, ti falë gjithmonë. Edhe vetëm ashtu, do hikesh i qetë nga kjo botë, se do hikesh. Jemi një tren që zbresim çdo ditë. Pra, edhe njerë, për shembull më dhem fakti që në familjen time, ne s'mlidhemi mos si s'mlidheshim dikur çdo diel. Për arsye sa herë i kishim kalamaj të vegjël, ishim vetëm ne, vëllezër e motra. Kurse tashti, secili ka fëmijë të vet, ka kalamaj të kalamajve, edhe ka obligime të tjera, familja shpërnda, familja iken shpejt, po këta janë ato që shka quhet vdekje. Vdekja nuk është vetëm kur mbyll syt, edhe iken, është largimi dhe shkëputja. Edhe në qoftë se nuk gjeni mundësinë të jeni bashkë, ja keni përbërç njëri tjetrit, sikur një telefonat. Edhe ta dëgjosh tjetrin edhe kur duket që nuk flet, gjona që të kënaqen ty, sa ka që është vllai jot jep një kënaqësi, ta shikoni se sa ç'botë e madhe, harmonia e paqe, çilet kur e le tjetrin të flas, kur e dëgjon tjetrin më shumë se sa të flasësh vetë. Ne i bëjmë këtë gabime, se ne nuk jemi profet, ne nuk jemi pejgamber, ne nuk jemi Krishti, ne jemi me katar, ne bëjmë gabime, vrasim çdo ditë, por a jemi në gjendje të harrojmë, dhe a jemi në gjendje të falim njëri tjetrin, edhe kur të tjerët nuk na falin, përpiqemi gjithmonë që të jemi bashkë, bëjmë hapin e parë. Sami Gjoka ju përshëndet, me pikëllim thellë, që ne sot humëm mikun e çmuar dhe poetin në shtrenjtë, Gregor Jevani, Sami Gjoka.